Serbia do të kuptonte në kuptim të disiplinimit dhe zbatimit të përgjegjësive ndërkombëtare, edhe si vend që është në rrugën e integrimit evropian, edhe si shtet i rajonit i cili duhet të shkëputet nga ky rreshtim gjithnjë më i thellë me Rusinë dhe Kinën, që potencialisht përbën shqetësimin më të madh. Pra, mos harrojmë, në aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare të SBA-ve e kemi totalisht të qartë, në mënyrë eksplicite të shprehur, kundërshtimin e influencës ruse dhe kineze në Ballkanin Perëndimor, dhe në përputhje me këtë, nëse ky ligjëri amerikan parashikon masa dhe sanksione ndaj aktorëve që kërcënojnë stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor, në analogji me këtë ne gjykojmë që Bashkimi Evropian duhet të veprojë dhe të rrisë presionin duke filluar zbatimin e masave ndëshkuese ndaj Serbisë, me qëllim që të zbatoj mekanizmin e vetëm të cilin e kupton Serbia, ashtu siç e kemi parë me Miloševićin duke përfunduar në fushatën e bombardimeve të NATO-s. Nga ana tjetër, profesor, duke u ndalur pak tek situata jo e qetë politike në Kosovë, kemi zgjedhje sërish të dielën, si ka ndikuar gjithë kjo situatë, si ndikojnë zgjedhjet në aspektin e sigurisë? Për fat mirë, gati një vit krize institucionale nuk ka shkaktuar ndonjë pasojë të drejtë për drejtë në planin e sigurisë, për shkak se unë jam i bindur që aktiviteti efektiv i policisë dhe institucioneve tjera të sigurisë në koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar në kuadër të KFOR-it dhe ULEX-it ka bërë që të mirëmbahet stabiliteti deri më sot, përkundrejt aktiviteteve të vazhdueshme kërcënuese nga ana e Serbisë, por padyshim që kriza institucionale ka pas efektet e veta negative në kuptim të një komunikimi më intensiv me partnerët ndërkombëtar, në kuptimin e proceseve politike dhe euro-integruese, dhe në kuptim të proceseve të brendshme zhvillimore. Në këtë kuadër, normalisht këto ditë ne jemi në fushatën e zgjedhjeve të parakohshme të 28 dhjetorit, një fushatë e cila do të konsideroja me kënaqësi si komunikim më i kujdesshëm politik, i cili krahasuar me shkurtin e këtij viti nuk e ka intensitetin e njëjtë të gjuhës së degraduar politike dhe polarizimit shoqëror, dhe kam përshtypjen që forcat politike po treguan më të kujdesshme, e që në këndvështrimin tim është sinjal për reflektimin e forcave politike të Kosovës mbi domosdoshmërinë e reagimit të shpejt të formimit të institucioneve pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Shpresoj shumë që të gjitha forcat politike, pavarësisht rezultatit që do të prodhojë dita e votimit me 28 dhjetor, ta kenë të qartë nevojën urgjente të formimit të institucioneve, me qëllim që Kosova të fillojë të adresojë në mënyrë efikase sfidat me të cilat përballet edhe në planin e brendshëm edhe në planin ndërkombëtar. E kuptoj, por pas paktën gjithmonë kur ka pasur procese zgjedhore, vëmendja maksimale e policisë është fokusuar në procese zgjedhore dhe mundet që kjo të përdoret nga element kriminal. Nuk e di si është raporti në Kosovë lidhur me procesin zgjedhor dhe aktivitetin kriminal. Nuk besoj që ka pas një shpërputhje, në kuptimin që nuk besoj që ka pas defokusim të vëmendjes duhur të institucioneve të sigurisë sa i përket luftës kundër krimit në të gjithë territorin e vendit. Në veçantë, fokusi i institucioneve të sigurisë natyrisht është i përqendruar te pjesa veriore e vendit, për shkak se atje edhe pas tranzicionit pushtetit në 4 komunat e veriut është rrit vigjilenca institucionale sa i përket aktiviteteve eventuale kërcënuese, dhe duke pas parasysh përfshirjen e listës serbe si subjekti politik që
përpiqet me çdo kusht të ruaj monopolin e përfaqësimit të qytetarëve serb në jetën politike të Kosovës, unë besoj që nuk mund të presim tani, këto ditë, ndonjë veprim I cili do ta rrezikonte seriozisht sigurinë në Kosovë, por duke mos e përjashtuar asnjëherë që agenda e provokimit për të shkaktuar tension dhe jo stabilitet është metodë paralele e aktiviteteve hibride nga ana e Serbisë me qëllim që të sfidohet koherenca e institucioneve të Republikës së Kosovës dhe të avantazhohet kalkulimi politik I Beogradit sa I përket përfitimeve në pjesën veriore të vendit. Ju e dini që të gjithë lojën deri më sot Serbia e ka përqendruar në atë që njihet si Asociacioni I Komunave me Shumicë Serbe dhe projekti I Serbisë normalisht e ka kamufluar tendencën e Beogradit që nëpërmjet këtij asociacioni të imponoj zgjidhje që e sfidojnë rendin unitar të Republikës së Kosovës në kuptimin e apetiteve të saj për një Republikë Serbe 2.0, siç e kam quajtur në disa raste unë. Natyrisht shpresoj shumë që institucionet e reja të cilat do dalin nga zgjedhjet e 28 dhjetorit të përgjigjen me maturi dhe në koordinim të plot me partnerët ndërkombëtar të gjitha këtyre ambicieve destabilizuese nga ana e Serbisë, për shkak se